Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, selamat dhe selavatet qofshin për më të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë ditën e ditën e gjykimit. Vallë ndoshta Allahu i lartësuar kur e ka dërguar secilin prej pejgamberëve, i ka dërguar me të shoqëruar nga udhëzimi, të shoqëruar nga argumentet, po ashtu nga drita dhe largpamësia. Dhe këta e gjuajmë në shumë vende të përmendur në Kur'an. Për këtyre vendeve Allahu i lartësuar thotë: "Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yathluhu shahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma." Afaman kana ala bayyinatin min rabbih, a është sikurse ai që është në mbi prova prej Zotit të tij, i cili e lexon shpalljen sikurse që e ka lexuar shpalljen e librit Musa alayhi salam, imam dhe rahmet. Po ashtu Allahu i lartësuar thot: "Faman sharaha Allahu sadrahu lil-islam fa huwa ala nurin min rabbih." Ai të cilët Allahu i lartësuar ja hap gjoksin për pranimin e Islamit, ai është në dritë nga Zoti i tij. Dhe po ashtu thot: "Ulaika ala hudan min rabbihim." Këta janë ata që gjenden në udhëzimin prej Zotit të tyre. Po ashtu thot: "Kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim." Thuaj, Allahu më ka udhëzuar mua në rrugën e drejtë. Çfarë kuptojmë nga këto ajete në të cilat Allahu i lartësuar ka përmendur? Kuptojmë që secili prej pejgamberëve ka qenë në bejjine, në prova të qarta, ka qenë në huda, në udhëzim, po ashtu në basira, ka pas qartësi për jetën e kësaj bote dhe për të ahiretit, largpamësi, dhe po ashtu ala nur, në shpallje prej Allahut të lartësuar. Pse janë këto katër çështje të rëndësishme për besimtarin në jetën e kësaj bote dhe në thirrsin në veçantë si faktor i stabilitetit të tij fetar? Për shkak se Allahu i lartësuar e përmend drejtuar pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam në surën Yusuf: "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Thuaj, kjo është rruga ime, kjo është rruga e udhëzimit, që ftoj në rrugën e Allahut mbi largpamësi, mbi qartësi dhe njohje të argumenteve, unë dhe kush më pason mua. Kjo është e rëndësishme vllazën për shkak të se besimtari kur nuk e shtron rrugën e tij në Kur'an, nuk e shtron rrugën e tij në argumente, në shpallje prej Allahut të lartësuar dhe në qartësi me dritë prej Allahut të lartësuar dhe nuk e shën jetën e kësaj bote në bazë të shpalljes së Allahut të lartësuar, ai qysh në provat e para kur ballafaqohet në thirrjen e tij të tjerëve në pranim të Islamit apo që të kapen pas udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qysh në provat e para sprovohet dhe zbrapset dhe tërhiqet dhe heq dorë. Andaj besimtari ka rëndësi, është e nevojshme shumë që të jetë stabil në çështjet e fesë së tij, që të jetë stabil në çështjen e davetit, që davetin ta ndërtoj mbi shpalljen e Allahut të lartësuar, mbi udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë i bindur në atë çfarë Allahu i lartësuar i ka shpallur. Pra me fjalë tjera, që kjo të cilën e përmenda, drita, udhëzimi edhe basira, largpamësia, është bindja që besimtari duhet ta ketë në Allahun dhe në të dërguarin e tij që e pason. Fillimisht, besimtari për me i ftu të tjerët në rrugën e Allahut duhet të ketë dije. Dhe kësaj dije për të cilën duhet të ftoj për rrugën e Allahut, duhet t'ja shtroj rrugën duke e përmirësuar njëtin e tij. Dhe për njëteve më të rëndësishme që duhet ta ketë besimtari në çështjen e marrjes së ditërisë është që li yahya huwa biha al-islam, që ta ringjall Islamin përmes kësaj dije. Pse ka nevojë që ta bëj këtë njët besimtari? Nga se Ibn Qayyim rahimahullah ka thonë, kush e mëson dijen që ta ngjall me këtë ditëri Islamin, ai është në gradën e siddiqinëve dhe nuk ka gradë më të mirë pas pejgamberëve. Edhe një herë po them, kush e mëson fejen, kush e mëson dijen me njët që ta ngjall me të Islamin, është në gradën e siddiqinëve, që nuk ka gradë më të mirë pas pejgamberëve. Po ashtu thot Abdullah ibn Mubarak, i cili ka qenë i njohur si në kohën e sodit, mundesh më thonë si biznesmen, i cili i ka mbajtur thirrësit dhe dietarët dhe nxënësit e dijes me parë. Dhe është qortuar për një çështje të tillë. Pastaj është përgjigjur dhe ka thënë: "Unë ju ndihmoj atyre që ta përhapin fenë islame, duke i mbajtur materialisht, nga se nëse unë nuk i mbaj, ata mbase e lëjnë rrugën dhe përcjelljen e dijes." Dhe thot në fund: "La a'lamu ba'da an-nubuwwa khayran min ba'th al-ilm." Nuk di grad më të lartë, nuk di grad më të mirë pas pejgamberisë se sa për hapjen e ditërisë. Nuk di grad më të lartë
pas pejgamberisë, që është e përmbyllur me vullën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, se sa për hapjen e ditërisë. Pse ka rëndësi besimtari që ta bëjë niyet me kërkimin e dijes së tij, që ta ngjall Islamin, për shkak se kur e bën niyet me ngjalljen e Islamit, ai e pastron mëspari zemrën e tij. Përderisa unë më kërkoj dije, dhe qëllimi jam është që me këtë dije mi ftu të tjerët në Islam, nëse edhe dikush tjetër është ka bën një të tillë, unë e gëzona, sa ajo është ka ngjall Islamin. A është qëllimi joni i njëjti, që ta ngjallim fenë islame, që të gjallërohet dhe të depërtoj shpallja tek zemrat e njerëzve, përderisa është ka bën edhe dikush tjetër, automatikisht ti e ke rregulluar zemrën tënde, e ke pastruar zemrën tënde nga syefatësia, nga hasedi, nga riaja dhe nga të gjitha sëmundjet e zemrës të cilat mund t'i kanosen e besimtarit. Allahu i lartësuar thot: "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Kjo është rruga ime, ftoj për ku? Për tek Allahu, nuk ftoj për vetja ime. Nuk ftoj për tek emri im, tek brendi jam, po ftoj për tek Allahu. Ky është brendi i cili na përfshin të gjithëve. Ky është ajo çadra të cilën duhet ta kemi vazhdimisht të gjithëve. Pse duhet ta bëjmë niyet që ta ngjallim Islamin? Që të jemi thirrës revolucionar, që të jemi thirrës të gjallë, jo ta mësojmë dijen si informacione të thata, edhe me ta t'i palojmë librat në përrafte dhe mos tjetë si kopje reflektuese e kësaj dije të cilën e mësojmë. Ne kemi nevojë që këtë dije ta çesim në praktik, që këtë dije ta përcjellim te të tjerët dhe të tjerët të na marrin shembulltyr. Pse ka ardhur në lutje Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jepna knatësi tek bashortet, tek pasardhësit tan dhe na bëj lil muttaqina imama. Çfarë i bën lil muttaqina imama? Me na bëj prerës të devotshmeve. Po çka është imame? Me na bëj shembulltyr që të tjerët me na marr örnek, që të tjerët me ndjek shembulltyrën tonë. Kjo është ajo për të cilën fillimisht duhet ta theksoj në kërkimin tonë të ditërisë, të cilën duhet t'ia shtojmë këtë niyet, që ta ngjallim me këtë dije që po kërkojmë Islamin. Pse ka nevojë që të shtojmë më shumë niyete? Për shkak që ta stabilizojmë ambicet tona në kërkimin e ditërisë. Se nga se ti nëse nuk i forcon temelet, atëherë kur ballafaqohesh në davet me provat e para ki mos braps, se temelet nuk i ke bot forta. Sikurse dikush që shkon tek një inxhinier dhe kërkon mi abon një plan statiken për mi ndërtu një shtëpi, apo i thot inxhinieri pyetjen që ja bën atij që do mi ndërtuar shtëpi, thot sa kate do mi ngrit? Nëse do mi ngrit 100 kate duhet më shku shumë poshtë. Nëse do mi ngrit veç një kat mjafton, 2-3 metra me qel temel edhe është e mjaftueshme. Madje veç baza mjafton, s'ka nevojë as për temel poshtë me qel. Por sa më lart që do më ngrit, aq më lart që do mi ngrit ambicet, aq më thellë duhesh me shku në tokë, mi stabilizu niyetet dhe mi forcu bindjen në Allahun e lartësuar. Pastaj vëllezër, çfarë kërkohet prej neve në ngjalljen kur ta bëjmë niyet që mi ngjall Islamin me kërkimin e ditërisë, është që ne do t'i japim përparësi të tjerëve, do t'i gëzohem nëse të tjerët kanë pranuar shmëri në davetin e tyre, do t'i gëzohem kur një hoxh, kur një grup, një projekt i caktuar ka sukses, i gëzohesh se ti automatikisht je ka i gëzohesh Islamit, ashtu siç i ka përshkruar Allahu i lartësuar ansarët, të cilët i kanë japur përparësi muhaxhirëve dhe nuk kanë lënë vend. O yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. I japin përparësi të tjerëve edhe nëse në esencë në vetët e tyre janë shumë nevojtar. Pastaj vëllezër, nëse kthehemi tek pejgamberët dhe i shikojmë thirrjen e tyre. Thirrja e tyre, pasi Allahu i lartësuar i ka dërguar si pejgamber tek njerëzit, ndahen njerëzit ka shi thirrjes së tyre në dy grupe. Një grup ka besu dhe një grup ka mohu. Dhe ky grupi i cili i ka besu, Allahu i lartësuar i ka përmendur në Kur'an. Dhe vazhdimisht Allahu i thot: "Walladhina ma'ak linukhrijannaka ya Shu'aib walladhina amanu ma'ak." Dhe ata të cilët janë me ty, dhe ata të cilët kanë besuar me ty. Rabbana najjina wa man ma'iya minal mu'minin. O Zot, shpëton mua dhe kush është prej meje me besimtarve. Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah. Që ky mbiemri, që ky për emri ma'ahu ka ardhur vazhdimisht i përmendur në Kur'an. Allahu i lartësuar thot: "Dhe atë ditë kur nuk i turpron Allahu i lartësuar pejgamberin e tij dhe ata besimtarë të cilët e kanë shoqëruar ata." Pse Allahu i lartësuar i përmend ata besimtarë, të cilët i kanë shoqëruar pejgamberët? I përmend për një arsye. Që ne ta marrim misionin e tyre, të shohim ato cilësi me të cilat janë stolis këta besimtarë, që stolisim edhe ne. Se jo Allahu i lartësuar në fjalën e tij, në Kur'anin e tij nuk përmend diçka rastësisht, po të gjithat e kanë një urtësi të caktuar. Dhe Allahu i lartësuar kur i përmend çështjen e besimtarëve, e përmend që ne të marrim mësim dhe të stolisem me ato virtyte me të cilat janë stolisur këta besimtarë.
Prej atyre cilësive të cilat Allahu i lartësuar i ka përmendur në Kur'an, është njëri prej ajeteve që dua të ndalem sonte me juve dhe ta meditojmë dhe ta lexojmë sikur Allahu i lartësuar po na drejtohet neve. Allahu i lartësuar thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu kunu ansar Allah." O ju që keni besu, o besimtar, kunu ansar Allah. Bëhuni ndihmetar të kujt? Të Allahut të lartësuar. Bëhuni ndihmetar, mbështetës të Allahut të lartësuar. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Sikurse që ju ka thënë Isa alayhi salam, Isa i biri i Maryamës, havariyunve, man ansari ila Allah. Kush është ai ndihmetar për tek Allahu? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Dhe hawariyunët u përgjigjen: na jemi ndihmetarët e Allahut. Nuk thanë jemi ndihmetarët të tu, nuk thanë. Na jemi ndihmetarët e Allahut. Nuk e përmendën Isën, se edhe kur ty të merr Allahu i lartësuar, atë mbaron çështja jote, ne do ta ndihmojmë, do të vazhdojmë ndihmu fen Allahut. Nuk e lidhen pra me pejgamberin, po e lidhen me Allahun e lartësuar i cili është i gjallë dhe nuk vdes asnjëherë. Fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifa. Dhe një pjesë e Banu Israilit kanë besu dhe një pjesë tjetër ka mohu. Fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Ndërsa ata të cilët besuan i ndihmuan dhe u bën triumfues mbi armiqtë e tyre. Pse Allahu i lartësuar në këtë ajet po i bën thirrje besimtarëve, në këtë rast sahabeve, që të jenë ndihmetar të Allahut të lartësuar. Nëse e shohim kuptimin e këtij ajeti, dhe pse e ka përmend Allahu i lartësuar bash shokët e Isës, pse si ka përmend shokët e Musait për shembull, ose shokët e Nuhit, ose kush e ka besuar në pejgamber tjetër për shembull, pasues të Ibrahimit alayhis salam. Po pse saktësisht të Isës alayhis salam? Ka ardhur në disa transmetime që grupi i hawariyunëve kanë qenë diku 12 persona. Pra as nuk kanë pas forcë, as nuk kanë pas ku më ditë fare mbështetje, as ku më ditë fare kush e di fare statusi shoqëror të lartë. Megjithatë i kanë mbledh ato çka kanë pas prej Allahut të lartësuar, besimin e tyre, bindjen e tyre në Allahun e lartësuar dhe e kanë përcjell mesazhin e pejgamberit të tyre dhe ndihmën e fesë së Allahut. Këtu e shohim një çështje më rëndësi. Se Allahu i lartësuar në këtë sure i përmend që sahabët kanë besu. Sahabët kanë besu. Jo që veç kanë besu, e kanë dëshmuar veten e tyre me xhihad. E kanë dëshmuar veten e tyre me sakrificë, me pasuni, me jetë, me këtë që kanë pas. Pse Allahu i lartësuar po i thotë bëhuni ndihmetar të Allahut, ndërkohë që edhe kanë bëu hijret. Kanë bëu hijret ta sahabë. Njëherë në Etiopi, në Habesh, pastaj edhe në Medinë. Pse Allahu i lartësuar po i thotë kunu ansar Allah? Pse po i thotë Allahu i lartësuar bëhuni ndihmetar të Allahut? Dhe ku është qëllimi? Qëllimi është vllazën se Allahu i lartësuar po ju kërkon që ta vazhdojnë për cilin e shpallës edhe mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek të tjerët. Dhe të bëjnë sabër në përpjekjet e kësaj thirrje dhe mos të ndryshojnë dhe mos të ndrojnë. Dhe a kanë kry sahabët? E kanë kry. Sahabët e kanë çuar amanetin në vend. Kanë bëu xhihad, kanë bëu hijret, e kanë vazhduar thirrjen islame edhe pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në kohën e halifëve dhe nuk kanë ndryshuar. Në kohën e tabeinëve derisa ka mbetë sahabiu i fundit pa ndryshuar, me beddalu tabdila dhe nuk kanë ndryshuar as pak nga bindja e tyre, nga përkushtimi i tyre në fenë e Allahut. Dhe kjo është ajo çfarë kërkohet prej neve. Kjo është ajo çfarë kërkohet prej neve. Fitore është dhe stabilitet është që ta ndihmosh fenë e Allahut duke qenë ti i paepër në udhëzimin tënd, i palekundshëm, që nuk kthehesh brapa dhe nuk devijon. Kjo është ajo fitoria çfarë kërkohet prej teje, që ta bartësh mesazhin e Allahut të lartësuar, mesazhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa ndryshuar dhe pa u deviju. Mirë po, me qenë stabil, i paepër, i palekundur, me bindje të madhe në Allahun e lartësuar. Dhe kjo dëshmohet dhe thirret në shumë ajete të tjera. Thot Allahu i lartësuar: "In tansurullaha yansurkum." Nëse ju ndihmoni Allahun, Allahu ju sjell juve fitore, ju ndihmon juve. "Inna lanansura rasulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad." Allahu i lartësuar thot: "Ne do t'i sjellim fitore besimtarëve në jetën e kësaj bote dhe në jetën e ahiretit, në ditë kur do të ringjallen. Wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahum al-mansurun." Dhe çështja ka marrë fund se robërit tan, pejgamberët tan, ata janë triumfuesit. Mirë po, çështjen e fitores, ne shpesh herë e keq kuptojmë dhe mendojmë që gjithçysh duhet më kon fitore
me triumf mbi armikun, fitore duke e shpallur shtetin islam e kështu me radhë. Fitoria më e madhe, ashtu që Allahu i lartësuar po e quajmë, është që besimtari të vdes pa ndryshu dhe pa laku nga rruga e drejtë. Përveç fitores, duke jetu jetën e këndshme të udhëzimit të islamit në jetën e kësaj bote, por fitoria më e madhe është që edhe nëse si sheh frytet e fitores madhështore, është fitoria më e madhe është që ta takoj Allahun e lartësuar duke qenë ai musliman, i pa devijuar nga udhëzimi i Allahut të lartësuar. Dhe Allahu i lartësuar thotë: "Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin", dhe ju jeni më të lartit përderisa jeni besimtar. Rasti tjetër kur Allahu i lartësuar përmend fitore është ai personi i cili vjen nga skaji i qytetit. Përmendet në surën Yasin: "Ja'a min aqsa al-Madina rajulun yas'a." Një person, një njeri ka ardhur nga skaji i qytetit. Dhe i ka thirr njerëzit që ta besojnë Allahun dhe t'i përgjigjen pejgamberëve. Dhe ju ka thënë: "Wama liya la a'budu alladhina wama liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un." Çfarë ka mundë që të mos adhuroj ai atë të cilin më ka kriju dhe tek ai do të ktheheni? "Attakhidhu min dunihi alaha yuridni ar-rahmanu bi dhurrin la yughni anni shafa'atuhum shay'a wa la yunqidhun." A të marr dikon tjetër për të adhuruar në vend të Allahut Rahmanit, i cili nëse do ta merrja dikon tjetër në vend të Allahut për të adhuruar, ata nuk do të më kryejnë punë tek Allahu i lartësuar asgjë, dhe as nuk do të më shpëtonin. "Inni idhal la fi dalalin mubin", unë do të isha prej të devijuarve të qartë. "Inni amantu bi rabbikum fasma'un", unë kam besuar në Zotin, atëherë më dëgjoni. Kjo ka qenë thirrja e këtij personi. Person i thjesht, anonim, Allahu i lartësuar një, nuk e ka përmend Allahu i lartësuar emrin e tij. Mirë, po e ka përmendur dhe ka përjetësuar misionin e tij. Ka ardhur nga skaji i qytetit. Pa kushte. Me kushtet e vetme që i ka pas, fjalë goje dëgjoni pejgamberët. A kena mundësi unë e ti mi bëu këtë mision? Që mi thonë njerëzve, bindjuni Allahut, përgjigjeni pejgamberëve. Dhe Allahu i lartësuar e ka përmend rezultatin duke e përshpejtuar radhë e ndodhive. Ata njerëz të cilët i mohun pejgamberët e mysin këtë njeri. Dhe kë vdes. Dhe Allahu i lartësuar e tregon gjendjen e tij se qysh i përjeton tash masi që ka vdekur. Thot: "Qila dukhulul janna", i thuhet hyn në xhenet. "Qal ya layta qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi", sikur populli im ta dinte për atë që më ka fal Zoti im. Pra dertin edhe mas vdekjes për popullin e vet, që ta udhëzoj. Pra me meshë me shpirt, besimtari me meshë me shpirt bën thirrje që njerëzit të shpëtojnë nga xhehenemi. Edhe mas vdekjes Allahu i lartësuar përmend dëshirën e tij që e ka pas përderisa ka qenë gjallë. Dhe pse e përmend bima ghafara, e përmend shkakun për atë që më ka fal, për arsyeën që më ka fal. Cila ka qenë arsyeja pse Allahu i lartësuar e fal gjunahet? Për shkak të thirrjes që ju ka bëu që ta besojnë Allahun dhe t'i përgjigjen pejgamberëve. Dhe Allahu i lartësuar e përmend shkakun e tij. Vllazën, sa herë ta dëgjojmë fjalën e Allahut të lartësuar? Men ansari ila Allah, kush është ai që ndihmon fen Allahut? In tansurullaha yansurkum, nëse ndihmoni ju fen Allahut, Allahu ndihmon juve. Dijeni se ai që ka ju bën këtë thirrje është El-Ghani, është më i pastri. Ne që është më i pastri, që s'ka nevojë për askën për krijesave të tij. Është i më vëtësishëm, është i gjallë s'des asnjëherë, është i pari, është i fundit, me të gjitha emrat e bukur të cilën nëse i mësojmë dhe i përjetojmë. Kur ai të bën thirrje, ti si një krijesë e varfër që ki nevojë më shumë ti për Allahun e lartësuar, është thirrja që Allahu i lartësuar është ka të kërkon huva, është ka të kërkon bërgjë. Men dhe alladhi yuqridu Allaha qardan hasana. Kush është ai që jep huva Allahut të lartësuar? Huva për kohës tonë, huva për dijes tonë, për energjisë tonë, për vullnetit tonë, për rinisë që mi mësu fejen dhe mi mësu të tjerëve. Që Allahu i lartësuar nuk ka nevojë për ty. Ka pa numër krijesa, sikur unë sikur ti, madje shumë më të mirë. Dhe ka pas, dhe vazhdon me pas, dhe do të lindin të tjerë, edhe më të mirë. Po është ka kërkon prej meje prej teje që kjo e mirë më në kthy neve. Në kthy neve. E ku më ditë sa fish Allahu i lartësuar ta kthen këtë mirë. Pastaj sa herë ta dëgjosh këtë thirrje, edhe heziton që më u përgjigj thirrjes së Allahut që më bëu davet, mi ftu të tjerët, të afërmit, familjen, shokët, e të gjithë, dije që çdo hap në vonim ka mundësi më kon privim. Çdo hap në vonim që më përgjigj Allahut të lartësuar, më ndihmu fenë e tij, ka mundësi më kon privim.
dhe ka mundësi që mund të mbyll ajo derë që mi ftu të tjerët. Allahu i lartësuar thot istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Përgjigjeni Allahut dhe të dërguarit e tij për ato çfarë ju fton. Wa alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi, dhe dijeni se Allahu ndërhyn mes njeriut dhe zemrës së tij. Prandaj vëllazën, ta dëgjojmë fjalën e Allahut, men ansari ila Allah, dhe thuje ti me zërin tënd mes Allahut, thuj unë o Zot, unë jam prej atyre të cilët do të ndihmohem me mishë me shpirt, duke qenë stabil, duke mësuar fejen dhe duke i ftuar të tjerët në rrugë që më të adhurojnë vetëm ty. Pastaj ajet tjetër çfarë vlen të theksohet në çështje me lidhje me davetin, është Allahu i lartësuar ka përmendur në surën Fussilat: "Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan." Kush është ai më mirë që flet? Se ai i cili fton për në rrugën e Allahut dhe bën vepra të mira. Mirë, për konteksti i këtij ajeti është karshi njerëzve më të ligë. Cilët janë njerëzit më të ligë dhe njerëzit më të këqij? Janë ata jo besimtar, idhëtarët të cilët kanë thënë për Kur'anin: "La tasma'u li hadha al-Qur'an." Mos e dëgjoni këtë Kur'an. "Walghaw fihi." Dhe bëni zhurmë, pengoni dëgjimin e Kur'anit. Të gjithë ata që e pengojnë, mundohen ta pengojnë rrugën e Allahut, mundohen ta pengojnë dëgjimin e Kur'anit, dëgjimin e shpalljes së Allahut të lartësuar, janë nga njerëzit më të ligë. Karshi këtyre njerëzve më të ligë, Allahu i lartësuar i përmend njerëzit më të mirë, të cilët janë ata të cilët ftojnë në rrugën e Allahut. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Aliut radhiyallahu anhu: "Lian yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri an-na'am." Që Allahu i lartësuar ta udhëzoj vetëm një njeri është më mirë për ty se sa devet e kuqe. Mirë, po konteksti i këtij hadithi ku ka thënë? Ka thënë në betejën e Khayberit. Në atë betejë që i ka thënë nesër do ta çliroj një person Khayberin, do të jepet flamuri një personi që me të cilin Allahu i lartësuar do ta çliroj Khayberin. Dhe ja ka thënë këtë hadith para se më shku. Dije o Ali radhiyallahu anhu që një person, edhe pse Allahu i lartësuar po thotë keni më çliru Khayberin, po dije që një person mozu përmes teje është më mirë se devet e kuqe. Por ka shumë rëndësi që ta dijmë kontekstin e haditheve dhe të ajeteve. Pastaj vëllazën, ajo çfarë është e rëndësishme në aspektin e davetit, përveç përfitimit të zemrave të reja si adhurues të Allahut të lartësuar, davet tjetër është që ti përforcojmë ata që janë në udhëzim të Allahut. Pra që të vazhdojmë të adhurojmë Allahun, kjo është davet tjetër i formë tjetër. Pra nuk është rezultati vazhdimisht që me pa besimtarë të ri që hyjnë në xhami apo njerëz që e pranojnë Islamin. Pjesë e davetit është që ata që janë në xhami, që ata që janë në deshte ti përforcosh, që ata që vinë në ligjërata, në kurse, ti përforcosh, që të mos smbrapsen. Kjo është pjesë e stabilitetit dhe davetit. Pastaj kërkesa që të qëndrosh fastaqim, për qëndrosh në rrugën e drejtë. A është jashtë mundësive tona apo brenda mundësive tona? Është brenda mundësive. Përderisa Allahu i lartësuar është ka na urdhëron, Allahu i lartësuar nuk urdhëron me diçka që nuk mundesh mi përballu. Allahu i lartësuar është ka të urdhëron me diçka që ti mundesh mi përballu. Vetëm që merrish kaqet, lut Allahun për xhirin vazhdimisht që Allahu i lartësuar me të forcu dhe me të bëjë prej atyre të cilët e ftojnë në rrugën e Allahut. Dhe për fund vllazën, ajo çfarë besimtari më së shumti përfiton nga thirrja e të tjerëve në rrugën e Allahut është misioni i pejgamberëve dhe ajo ma'iyya al-khassa të qenit të Allahut të lartësuar me besimtarët në thirrje. Nga se Allahu i lartësuar thot, duke ju drejtuar Musës dhe Harunit, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Mos u friksoni për Firaunit, se unë me të vërtetë unë jam me juve, dëgjoj dhe shoh. Sa herë besimtari rreshtohet në thirrje të tjerëve në rrugën e Allahut të lartësuar, është rreshtu në thirrjen e pejgamberëve, është rreshtu dhe është bërë kandidat që ta përfitoj të qenit të Allahut të lartësuar me të. E kur Allahu i lartësuar është me ty, atëherë për kuj po friksohesh? Kur Allahu i lartësuar është me ty, me ndimen, me përkrahjen, me suksesin, atëherë Allahu i lartësuar i mjafton robit e tij. Elusim Allahun e lartësuar të na forcojë në këtë rrugë, të na shtojë dije të dobishme dhe të na përforcojë dhe na bëj çelës të hapjes së hajrit dhe udhëzues të tjerëve. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.